Të rinjtë e qytetit të Vlorës të organizuar nga Forumi Rinor Eurosocialist zgjodhën këtë fundjavë një udhëtim drejt ishullit të Sazanit për të provuar këtë destinacion turistik të hapur për turistët vendas e të huaj. Bashkë me të rinjtë ishin kandidatët për deputet të Partisë Socialiste dhe kryebashkiaku Drita Leli. Kush më shumë se sa të rinjtë do të mund të shijonte këtë hapësirë dhe njëkohësisht të ishim edhe promotorët e turizmit në bashkinë tonë, u shpreh kryetarja e Forumit Rinor Eurosocialist të Vlorës, Saniela Xhaferi, njëkohësisht kandidate për deputete. Kush më mirë se sa të rinj do të mund të shijonte këtë hapësirë dhe në të njëjtën kohë të ishim promotorët e turizmit në bashkinë tonë. Kandidati Edmond Leka ftoi të rinjtë të njihen në vlera turistike që ofron Vlora për ta bërë këtë rajon sa më të rreqës. Do të njiheni edhe me vlera turistike të ishullit, por ajo që është më kryesorja, ne duhet të promovojmë vlerat kulturore që ka ishulli i Sazanit, nënvizoi Leka. Do të njohë edhe me vlerat historike të ishullit, por ajo që është kryesorja, ne duhet të promovojmë vlerat kulturore që ka ishulli i Sazanit. Kryebashkiaku Dritan Leli sqaroi se me iniciativën e qeverisë shqiptare, me përkujdesjen e veçantë të kryeministrit Edi Rama dhe Ministrisë të Turizmit, ishulli po i rikthehet destinacionit turistik të Shqipërisë. Ajo që është interesante në këtë vend është se këtu duket sikur jeta ka ndaluar 25 vjet më parë. Nuk ka asnjë objekt të ndërtuar në këto 25 vite, siç ka ndodhur në të gjithë Shqipërinë, theksoi Leli. Me iniciativën e qeverisë shqiptare, me përkujdesjen e veçantë dhe të kryeministrit Rama, të Ministrisë të Turizmit, ishulli po i rikthehet destinacionit të ri turistik të Shqipërisë. Ajo që është interesante në këtë vend është se këtu duket sikur jeta ka ndaluar 25 vite më parë, sepse nuk ka asnjë objekt të ri të ndërtuar në këto 25 vite, siç ka ndodhur në gjithë Shqipërinë, ka vetëm objekte ushtarake dhe shtëpitë e banimit të cilat janë të dëmtuara tani më dhe të papërdorshme. Është duke punuar nën kujdesin e qeverisë franceze, janë specialistët francezë që kanë përpunuar projektin, është një projekt ndërqeveritar i qeverisë shqiptare me qeverinë franceze për t'i kthyer Vlorës destinacionin e munguar dhe Shqipërisë gjithashtu.